Personat e verbër në Shkodër përballen me shumë probleme që nuk janë plotësuar nga qeveria dhe Bashkia e Shkodër, shpreh kështu në Docbjeshka presidenti i shoqatës kombëtare të verbërve. Ai thotë se hapësirat e tyre zapton nga mjete ndryshme. Kemi shumë probleme të cilat ne nuk ne ka plotësuar shteti shqiptar dhe as Bashkia në Shkodër. Ne kemi thënë disa herë, pusetat e Shkodrës nuk janë të rregulluara. Nga territori me dal lanë makinat për të thuar, i blokojnë ata se kam të verbër si kalojnë me karrocë nga territori në territor. Kështu që kena probleme të tjera që ne kemi thënë disa herë për autobusat. Pra, ne na ulin për zhelësh në tokë edhe na i marrin paret me zort. Ne kemi bërë dhe denonësim. Si i kanë ullë me zort, i kanë gjujt edhe në grushta, e në shjelme i kanë qitë jashtë. Kemi kërkuar disa herë takim me kryetarin e bashkisë dhe deri më sot nuk na ka takuar. Inshallah, pas kësaj interviste na takon e ne zgjidh këto probleme që i kemi për ditë kaq të mëdha. Edhe Artur Puka, kryetari i shoqatës Shpresë kundër verbërisë, flet për problematike të shumta kësaj shtrese, ku thekson se kempi që marrin është i vogël për to dhe shoqëruesit e tyre, duke bërë të papërballueshme jetesën. Këto persona ndjehen të rrezikuar nga zonja hapësirat e tyre dhe Puka kërkon ndërhyrje nga policia dhe bashkia. Problematikat janë në më të ndryshme. Problematikat e përditshme që hasin kjo shtresë janë shumë të theksuara. Megjithatë që bashkia ka bë punën e vet, është mundur duke leju hapësinat, duke leju pozicionet që mund të kalojnë shtresat që përfaqësojmë me anën e verbërisë, por këtu janë edhe problematikat ndaj qytetarëve që nuk janë të ndërgjegjshëm në për trotuarë, në për rrugët që janë caktuar për këtë shtresë. Trotuarët i kanë zaptu motorat e biçikletat, pavarësisht se ai ka leju hapësinat, por ne jena të rrezikuar tash edhe në për trotuarë edhe në për vende që mund të jenë hapësinat e liruara. Pa pagesat dihet se pagesat nuk janë të bashkisë, janë të qeverisë. Pagesat janë minimale. Janë një që nuk mund ta imagjinojmë një i verbër me marrë një pagesë kempit, 150.000 lekë vjetra. Llogaritë të ashtu si vetëm unë që po flas, kam gati 130-140.000 lekë vetëm ilaçe. Që janë shumë probleme me 150.000 lekë është e vështirë. Është pa përballueshme, edhe shoqënuesi merr të njëjtën pagesë, llogaritë të ashtu 2 vjet me 300.000 lekë, me ilaçe, me problematika që ka i smuri, po është edhe shoqënuesi ka ata 2 vjetat. Që është pa përballueshme kjo pagesë. Ankeset vinë 15 tetor që shënosin ditën ndërkombëtare të verbeve. Sipas të dhënave në Bashkinë Shkodër janë rreth 1500 persona me probleme të shikimit.